Përshëndetje, sot kemi me tregu disa arsye pse disa ushqime që ne I ham janë shumë të rrezikshme për macet. Të gjithë ju që keni mace në shtëpi ose që I shikoni në rrugë, kudo që I takoni, pra mos ju hedhni këto ushqime. Sot do të flasim për 5 ushqimet që janë shumë të rrezikshme për të konsumuar nga ana e maceve. E para, qumshti I lopës. Shumica prej njerëzve mendojnë se kafshët, macet e duan qumshtin, por në fakt kjo shkakton diare sepse përmban laktozë. Pra kujdes, maceve mos ju jepni qumsht. Maceve mos ju jepni të hajnë qepë dhe hudhër, sepse mund t'i dëmtojnë qelizat e macës, pra qelizat e gjakut, dhe mund të shkaktojnë anemi, pra shmangne qepën edhe hudhrën. Pastaj e treta na vjen çokolada dhe ëmbëlsirat, sepse përmbajnë substanca që mund të jenë toksike, për shembull kafeina që përmbahet në çokolada dhe në ëmbëlsira të ndryshme. Pra mund të jenë toksike për sistemin nervor të macës. Vazhdojmë me tjetrën. Ushqimet e krypura ose të yndëshme, si për shembull patatinat, pra munden të ndikojnë në funksionimin ose të dëmtojnë sistemin e veshkave. Pra dëmtojnë veshkat, mos ju jepni as salcice, as patatina. Dhe krejt në fund, e pesta, kockat e pulës ose të peshkut, pse nuk duhet t'ja japim pra maceve, sepse këto mund të thyhen, mund t'ju mbesin në fyt edhe mund t'ju mbesin në zor. Pra këto ishin disa nga ushqimet që juve duhet t'i shmangni për macet. Çka duhet t'japim maceve me hangër, shohim videon tjetër në vazhdim.